Elhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Emma ba'd. Allahun azza wa jalla falenderojm. Salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojm. Të nderuar, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sot me lenin Allah të vazhdojmë me ajetin numër 69 nga sureja Al Imran. Ajeti kuranore që flasim për një ambicje e cila nuk do të ketë fund deri në ditën e gjykimit, e cila ka filluar me ehli kitabët të asaj kohe të cilët kanë qenë prezent në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e që do të vazhdon deri në ditën e gjykimit. Një realitet që çdo besimtar duhet pas parasysh dhe në suazat të këtij realiteti të mundohet të organizojë jetën e tij fetare. E të kupton edhe begatin dhe mirësinë që Allahu ja ka dhënë atij besimtarit. Thot Allahu azza wa jalla: "Waddat ta'ifatun min ahli al-kitabi law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun." Thot Allahu te bareke ve taala ëndrojnë dhe planifikojnë dhe insistojnë një grup nga ehli kitabët. Ta'ifatun min ahli al-kitab. Subhanallahu, drejtësia Allahut azza wa jall që tregon se këtë prioritet se kanë gjithë ehli kitabët. Një grup nga mesi ehli kitabëve. Gjithkohës orvatën dhe nuk ndalen law yudhillunakum, që juve t'ju lajthitin dhe t'ju largojnë dhe t'ju devijojnë nga rruga e vërtetë. Këto vetëm law yudhillunakum, që juve t'ju devijojnë. Nga çka? Nga rruga e vërtetë, nga Islami. Na e bën me di Allah te bareke ve taala se një grup i organizuar me planifikim nga mesi e ehli kitabëve, gjithkohës orvatën dhe mundohen që juve t'ju devijojnë dhe lajthitin nga rruga e vërtetë. Wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Por Allahu azza wa jall ato realisht vetën e devijojnë dhe lajthitin nga besimi i vërtet, edhe pse për një gjë të tillë, edhe pse për këtë ndodhi që të ndodh me ata nuk janë të vetëdijshëm. As shumë janë thelluar në të keqen që ja ndrojnë të tjerëve që mi deviju dhe lajthit nga rruga e vërtet, kanë deviju vetë dhe nuk janë të vetëdijshëm. Fare se janë në vetëdije, se janë duke shkatru vetën e tyre. Fare se janë të vetëdijshëm, se damin e madh janë të abu vetës e tyre. Pas edhe të Allahu azza wa jall: "Wa ma yash'urun." Hiç janë të vetëdije, çka janë të i bo vetës. A ki po kur të mpihet dora, ti më shonë se nuk ka sens, nuk ka ndjenja. Subhanallah, kur të mpihet mendja, ja bën 100 të zeza dhe të këqija vetës, nuk janë vetëdije çka e ke bo vetës. Nuk janë vetëdije çka e duke i bo vetës. Do t'u atregoj një rast që një herë më ka shti me qesh me një kamarjer në një restoran, ishim në një dasëm, dhe ai kamarjeri mundoheshte me na shërby neve pak më mirë dhe një kujdes të veçantë shprehke ndaj neve, dhe na disi sikur ja lejum vetvetes me kërku diçka më shumë nga ajo që ishte në menyn e zakonshme. A ka mundsi një pak akëll me na sjell, elbete mos keni pak limon, tjera thjeshta, 2-3 herë, edhe pse ai me shumë knatësi dhe me shumë padurim pritke që na t'i themi diçka që ai të na shërbeje një shërbim ekstra, pak më mirë. E unë ndërkohë i thash atij kamarierit, thash: "Shife, për i Zotit na e bën halal, se ndoshta po të mundojmë pak, se ti ke shumë mysafir këtu." Ja tha une,
nga pronari janë përcaktu vetëm me juve të merrem. Tha dhe open e keni. Megjithatë thash ne bën Allah se po të lodhmi. Tha jo vajza, tha, i s'ki nevojë me kërku halal. Jo thash kërkoj halal, jo tha valla hiç mos kërko halal, se kjo nuk është kur gjë që kërkon ju, çka neve na gjen me të tjerit, dhe shkoj ai kur u kthi thash, "Po mos më shpjegoj, çka thave parzit." Kjo që kërkojmë na nuk është asgjë në krahasim me atë që të gjejnë ty me të tjerit, e bë ojsta. E para tha, para disa netve kish mi tha një dasëm me alkohol, tha ishte aty. E tha një pjesë mysafirëve u dash mi bajta në qafë, një 2 javë tha më ka dhim të shpina, su dash kemi bajta se s'dishen. E një tjetër e ka marrë veturin e ka ru grunë, tha këto, ka shku, tha, kur kënd nuk është, se në gjesh mi ko është, e u dash kemi organizu me thirë taksi, tha, rëmuj, delin sabat themi marrë me ata. Se da ishin denjë, dhe nuk e dike kush me kanë ka shku, ku ka shku, dhe një pjesë për tyre nuk dinin as nga është dera, as nga është vetura, më thonë të e kam veturën të gjelbër, ta dilke vetura e ti e bafë, shko tha pinkët onë të parkingu, dil nga ana tjetër, tha jemi lodhë derin më njës, tu marë, tha, me njerëzit që ishin de. Pse ai i bën të zeza dhe të këqia vetë vetës dhe nuk është i vetëdishëm se është duke i bërë dëmë vetës. Andaj Allah edhe e ka ndalu këtë pije të dëmshme për njerëzimin. E mërë interesant a i shpjegimi e ati se qka hjekim na me njerëzit që nuk janë në vetdije dhe nuk kanë ndjenja se qëfar i bëjnë vetë vetës. Dhe sërë gjera tjera që nuk i përmende për respekt ndaj shpisë Allah të bareke ve taala. Allah azze thotë wa ma yashurun, hiç janë vetdije se janë të devijum. Hiç janë në vetdije se kanë idenë që realisht vetes janë duke i bërë dëm dhe sharr. Dhe vazhdojnë në atë të keqe që ja bëjnë të tjerëve, duke menduar se tjerëve ju bëjnë dëm, a realisht gjithë kohës vetes ja bëjnë të keqen dhe nuk janë të vetëdijshëm. Pastaj thotë Allah azze wa jall, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati Allahi wa antum tashhadun. Thotë Allah azze wa jall, o ju i thartë të librit, pse ju i mohoni argumentet e Allahut azze wa jall dhe i përpozni ato wa antum tashhadun, kurse që të gjithë ju jeni dëshmitar se këto janë argumentet vërteta të Allahut azze wa jall. Jeni dëshmitar se këto me të vërtet janë argumente. Këto argumente i dini ju edhe i diskutoni mes vete, se u patën mbledh rabinët e jehudive në Medine dhe diskutonin për të vërtetat e Islamit dhe porosive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i pohonin të njëjtat, por nga ana tjetër bënin plane dhe planifikime se sa më shumë njerëz të devijojnë nga rruga e vërtetë. E Allahu azza wa jall këtë komplot që ata e hartonin u nxjerrin në shesh dhe në mejdan. Edhe pse ishin komplote dhe plane sekrete që ata mes tyre i bisedonin dhe bënin subhanallahu planifikime të çuditshme vetëm për t'ju bërë dëm Islamit dhe muslimanëve. Wa antum tashhadun, thot Allah azza wa jall. Ju vetë jeni dëshmitar. Ju e dini vetë se nuk ka qashtu, sikur që ju pretendoni. E dini se argumentet e Allahut që i shifni me sytë e juaja, i ndjeni me veshët e juaja, u apranojnë zemrat e juaja, e dini se këta janë të vërteta dhe fakte të pamohueshme. Pastaj thot Allahu azza wa jall, ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Thot Allahu te bareke ve taala, o ju i thartë e librit, lima talbisuna al-haqqa bil-batili, pse ju të vërtetën e mbështjellni dhe të llovitni me të pavërtetën? Wa taktumuna al-haqq, dhe e fshehni të vërtetën. Se ata kur lexonin Torën e tyre, tek ajetët që ishin në përputhje me shariatin apo në përputhje me drejtsinë, që sidomos ajetët që ishin ekzekutive
dhe në dëshkime për gabimet e tyre, e vendonin dorën që të mos shifen ato argumente që ishin në torën e tyre, në librin e shenjtë të tyre, dhe i kthenin ajetet kuranore. E Allah Azza thot: "Wa taktumun al-haq", e fshehni të vërtetën, "wa antum ta'lamun", edhe që të gjithë ju e dini se kjo është realiteti. Edhe ju gjithë e dini se jeni duke bo komplot, hile dhe shërë dhe jeni duke gënjy. Janë ullja janë marrë vesh me zvete se do të gënjejmë dhe kanë bind vetën dhe kanë haru se janë marrë vesh me gënjy. Dhe Allah këtë gënjeshër u anëzori në mejdan. Derisa përmendim një këthiri nga strategjit e Beni Israelve, ishte që ata të manipulojnë me besimin dhe besimtarët që ishin pjesë të safit dhe pjesë të shoqërisë islame. Andaj thot Allah Azza wa Jall: "Wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un." Dhe than një grup, dhe këto ishin rabinët nga mesi i jahudive. Një grup i rabinëve u mbledhën dhe than, jo të gjithë jahudit, një grup prej tyre u mbledhën me zvete dhe than, pse nuk e bëjmë na kështu, që një grup prej neve të shkoje në xhami në mëngjes e ta shprehë shahadetin, e të falet me besimtarët, e në mbrëmje t'i kthehen besimit ton dhe t'i kthehen adhurimit në formën ton që e kemi. La'allahum yarji'un, që një pjesë e besimtarëve që janë të ri, ndoshta bëhen pishman nga Islami kur të na shohin se ne jemi duke braktisë Islamin. Kështë një çfarë strategjie? Ju thanë i tharëve të vetë, ato me zveti vetë rabinët thanë, hajde ta provojmë këtë strategji, të shkojmë në xhamin mëngjes, të falemi dhe të themi se jemi bo musliman e kina pranu Islamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dhe gjithë sahabët të na shohin se ne jemi bo musliman. E në mbrëmje të themi ja valla kemi praktikë Islamin se atje kishte ashtu, të gjejmë do një beon apo alibi, pa më parasysh se do të jenë pranuar apo nuk do të jenë pranuar, ato besimtarët e fortë një gjë e tillë tek ata nuk dhes, por tek ata besimtarët që janë të luhatshëm, që po sa i kanë pranuar Islamin, kur të na shohin se na jemi duke praktikë Islamin, do të thonë ata që ky Islam çen ka pas sikur na thon këta, pas ka diçka që këto po i praktisin Islamin dhe po e lën fen. Subhanallah, strategji e rabinëve. Këto ma qunë madhin, kjo ndodhi kur e përmendje dhe kur e lexojsha, më sheke mendja te grupi i Deçonit, te grupi i Shejtanit, te grupi i Alanit, edhe pse këto jahudit dënjerë kanë hinë xhami, dhe janë falë ka pak, këto kur s'kan pingullu në xhami, kur s'janë konë realisht musliman, ama dolin me një strategji, dhe me një kampanjë për praktikën e Islamit, njerëzve të cilët kur s'kan qenë në Islam. Bile ky grup dënjerë pas ka bo plan, pas ka hinë xhami që në ka fale, është tirë dhe thot, spaku publikisht që janë muslimane, në mbrëmje kanë bërë një strategji për praktikën e Islamit, që kjo të dhes tek musliman që janë taze në Islam, që janë musliman fillestar. E që të jipet një ehon se mund të shka me praktikë Islamin dhe me lën Islamin. Kjo strategji e këtij grupit filanit, alanit, që pa dyshim që përçajnë dhe dëmtojnë unitetin e trojeve tona dhe janë projekte që janë dihet me prapavi kush i sponsorizon, kush i paguan, kush i inicion, çdo send më është publike. Subhanallah, thash bile këto jahudit kanë ardhur ndonjëherë në xhami dhe kanë shprehë shahadetin dhe kanë dëshmuar një grup i muslimanëve se në mëngjes po ishin këto muslimanë, edhe pse në mbrëmje kanë thonë ata që jo e kemi braktis, edhe pse Allahu Azza wa Jall kët intrig e demaskoi për një herë.
e nxori në shes dhe në mejdan dhe ja tregoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam këtë sekret, ja shpalosi këtë sekret të jahudive dhe komplot që e kishin si strategji për dëmtimin e Islamit dhe të muslimanëve në Medinë. Subhanallah, e njëjta ndodh edhe në kohën e sotit. Por fatkeqësisht këto aq janë ignorant sa që edhe atë plan nuk din me bo si që duhet. Që familjarët e tyre dalin dhe dëshmojnë dhe thonë këto kur s'kan agjeru, këto kur s'janë falë, këto kur s'kan thonë shahadet, këto hanë e danë, pre që janë lind me raki dhe me mish deri. S'kan kur gjot përbashkët me Islamin, kur s'kan pas atën përbashkët dhe kur s'kan qenë musliman. Kanë qëllu e emrat e tyre ashtu të muslimanve Hasan, Hussein, Filan, Alan, pa më parasysh, edhe pse ne kanë njollos ato emrat të bukur të muslimanve dhe të sahabëve të mire të dashur, por me gjithat, familjarët e tyre dëshmu se këta kur s'kan pas ashtu përbashkët me Islamin. Me të vërtet, xhami se kanë ditë renin, se kanë ditë derën, por edhe kishës nuk ja ditën renin. Që këto njerës, kur xhamis nuk ja kanë ditë derën, e as kishës ja ditën renin. S'ja din as kishës renin, se kretë për inat e ka. Kretë e kanë se dikush i ka thonë që të du të me bo, edhe është agent e mercenarëve të caktuar që ka do të prapavine vetë. Subhanallah, kjo nuk është diçka e re, kjo ka fillu para 1400 e sa viteve dhe vazhdon deri më ditën e sotit me ngjyra dhe kamuflime të ndryshme, varësisht nga shekulli dhe rrethonat ku jetojnë muslimat. Copy paste. Vetëm se këto rabinët e Medinës kanë qenë më larg pamës, më të mençur dhe strategjia e tyre ka qenë do të thotë më mire hartume. Ja që Allah azza wa jall u demaskoi atë intrig dhe atë planifikim të errët që e kishin, që besimtarët musliman të kenë të qartë deri në ditën e gjykimit, se edhe kjo pritet nga një grup i njerëzve të ligët të këqe. Edhe kjo pritet dhe mos sahabitni. Sikurse na ndodhi e vitet e kaluara, për një kohë shumë shkurt, ju dolën 100 të zeza që do të askush si kishte ditë për ata. Tu dash me dëmtu Islamin, muslimant, ata e dëmtuan vetveten dhe imazhin e tyre. I tërpëruan familjarët e tyre dhe familjet e tyre, madje edhe fëmijët e tyre, një pjesë prej tyre u distancuan nga prindërit e tyre që neve nuk na ka ardhur mirë, ajo si ndodhi, por ja që ata vetë ja bën sherin vetvetes. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot në fillim të ajetit wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun. Ata nuk e devijojnë askënd tjetër përpos se vetvetes. Por nuk janë të vetëdijshëm se dëm i bëjnë vetes askujt tjetër. Andaj Allahu subhanahu wa taala prej fillim na e bën me dije se çdo kurth kundra Islamit që e bëjnë njerëzit e lig, realisht i kanë bërë kurth vetes. A dini pse? Pse Islami është feja e Allahut. Nuk është e njerëzve. Nuk është as e Muharremit, as e Mekës, as e Medinës, as e Evropës, as e Afrikës. Kjo fe është e Allahut te bareke ve teala. Ai ka dorë Zot kësaj fe që ka me mbrojt. Me pas mbet për neve, për atë, për këtë, Allah i na fal të na rrit. Këto njerëz e harrojnë këtë fakt dhe këtë realitet se kjo fe është e Allahut. Dhe ky Zot i madh, i cili ka kriju tokën dhe qiellin dhe këto i mban që të mos shkatërrohen, ky ka premtuar po i njëjti Zot, po i njëjti krijues ka premtuar se kjo fe do të mbetet ekzistente deri në ditën e gjykimit. Ligj kry. Sikur se është ligj i Zotit nata dhe dita, ligji i Allahut azza wa jall do të jetë dhe mbetet që Islami të mbetet deri në ditën e gjykimit. S'mundesh ti ditën me bo natë, as natën s'mundesh me bo ditë. Mundesh me ambyll syt vetvetes, ama nata aty është. Aty është dita. Nuk humbet. Çfarë dush bën ti? Nata mbetet natë, dita mbetet ditë. Çfarë dush ti bën? Pranoj apo se pranoj? Ajo është një realitet, të cilit realitet nuk mund t'i hik askush. Dhe askujt tjetër nuk i bëjnë dëm përpos se vetvetes. Andaj muslimanëve gjithnjë ju themi, nuk guxojnë të binë depresion e të dorëzohen
Kur ndodhin kësi komplote dhe kësi planifikime të errta, dhe kësi ndodhi, thotë që janë, ndoshta ndonjëherë nxjerrin si lajme bombastike. Se gjitha ato organizata që janë të errta që funksionojnë me të madhe në shtetet e Ballkanit, që vetëm me një shtet para 10 viteve kanë qenë mbi 300, vetëm me një shtet kanë qenë mbi 300 organizata me agjenda krishtere. Në shoqëri ku janë ka 70-90% musliman. Dhe përsëri përjetojnë një debakër, një humbje, një dështim jashtëzakonisht të madh, edhe atë dështim po të njëjtit njerëzit për me arsyetu vetëm para bosave dhe shefave tyre për ato mjete maramendëse që i marrin, me do e mos du të pjellin dhe të montojnë kësi ndodhirash që të dalin 1, 2, 3 me emra të ndryshëm e të thonë se na e kemi praktikë Islamin, natyrisht si ju duhet kjo si lajm për ta arsyetuar dhe për ta la veten për gjithë ato buxhete që i thithin nga ato qendra, të cilat qendra do thotë një ditë prej ditëve gjitha padyshim do t'japin llogari para Allahut te bareke ve taala. Sot ndoshta askush se i merr llogari, por para Allahut azza wa jall do t'japin llogari, ajo nuk i hik. Dhe nuk është puna jonë të merremi me ato, puna jona është na të promovojmë Islamin tonë. Puna jonë është të bëjmë na këtë që jemi duke e bërë sot. Puna jonë është na të mos ndalemi, sot jemi 31 dhjetor. E viti 2025. Dhe xhamia në Jacike e mbushur me rini, me xhamat. Sta bën me dije se këto besimtarë falen edhe me 31 dhjetor, edhe me 30 dhjetor, edhe me 1 janar 2026. Nuk ndalen këta. Islami vazhdon. Kush çfarë ka planifikuar, çka ka promovuar, sa ka harxhuar në promovimin e të zezë dhe të keqës që mi mashtru të rritë, mi marë ka aja, vallaj bilaj të rritë, vinë vetë pa i thirë askush. Madje na edhe joshjen si musliman, ndoshta në forma minimale a bëjmë të rive për të ardhur në xhami. Po elhamdulillah që kjo fe vetë është e ëmbël, që të rritë e duan për rizat Zotit. Pa i thirë askush, vinë dhe falen. Dhe ballën e tyre e vendojnë në sejdë. Dhe kjo është për të përshëndet dhe për të gëzuar dhe për të ndier veten krenar. Që dhe me 31 dhjetor, që ata mendojnë se tani krejt mend i kanë rinia jonë të partit, të alkoolit, të zinaja, të çmendurinat, ku cëllën diskotekën, cëllën errësirë do të shkojë, jo rinia jonë vazhdon jetën, deri parzit pazarit do të ishte duke punu, lokalet funksiononin, thua se asgjë nuk është duke ndodhur. Pse njerëzit janë lodhur nga kjo mashtrim, nga këto mashtrime. Janë lodhur nga këto kamuflime dhe gënjeshtra që mundohen në formë pompoze të përcjellen dhe të promovojnë rinjes tonë. Rinja jonë është e mençur, lakpamëse, e donë Allahun azza wa jall dhe e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza wa jall: "Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum." Dhe mos i besoni askujt përpos se atyre që ka pasu fenë tuaj. Në këtë ajet kuranor thot Ibn Kathiri, e para që me pas kujdes, njerëzit që kanë tradhtuar emanetin me Allahun te bareke ve taala, na si besimtar nuk duhet të paraqitemi naif para tyre e të besojmë pa rezerva. Do të pas parasysh. E para, e dyta thotë Ibn Kathiri, dhe nuk guxojmë që para jo besimtarve të flasim keq për besimtarët. Dhe nuk guxojmë dobësitë e muslimanëve, besimtarëve, vëllezërve tonë, t'u shpalosim jo besimtarëve. Pse kemi pi një kafe me një besimtar, nuk kemi kur një farë të drejtë që gjitha të zezat besimtarëve musliman t'u shpalosim para këtij jo besimtarë me cilin jemi duke ndet, me cilin jemi kolegë, me cilin kemi shoqëri, asgjë nuk ka problematike. Problematike është kur ti së bashku me të ndalesh
dhe ja shpalos të zezat vllaut ton musliman. Vllaut ton musliman, ja shpalos gjitha të zezat dhe nuk lën të keqe pa e fol për vllaun ton musliman. Do të me pas kujdes, do të kemi frikën e Allahut. Se para kujtje duke fol keq dhe përkanje duke fol keq. Shumë pas kujdes. Andaj Allahu subhanahu na e bën me ditë wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dhe mos i besoni dhe mos ja çelni zemrën. As kujt tjetër përpos se atyre të cilët janë në një fe me juve. Unë mund t'ja qeli zemrën dhe t'a qaj një dert me Muhammedin për Aliun. Se Aliu e ka një X, lëshim inshallah s'kemi në Ali këtë mës t'a keq kuptoje. Me që dhe më këshira Ali s'jam të pa. A kina në Ali këtoje, bashkë më interesant. Ha? Eja, pa. Pa, la, mi hiki. Si do qoftë? Ale vonë të shajni me mua jo, më sa hajni forën qatë shpet. Së në zdo shtë të kalëzaja ma jo. Do më dhonë mirë ka këshirë mund, si pas ki ment të partit ajo të kjo, mirë ka në. A ka sullë ty s'kina e planë sonët, e jo, elbet. Elhamdulillah që jemi muslima. Allahu azza na mëson këtë edukat, këtë tërbije, që na me pas parasysh se ka rregullore se me kanë qanë për kanë dert. Kul inna huda Allahi huwa al-huda. Kul inna al-huda huda Allah. Thuaj, udhëzimi vërtet është udhëzimi i Allahut te bareke ve taala. Këshire, thuaj, udhëzimi i vërtet është udhëzimi i Allahut azza wa jall, jo udhëzimi i atij këtij. Sikur do dervish, sikur se do grupe devijume. Sot kur e përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi aban atë dhe ka përcen kaç. Kur e përmend atë dervishin e madh që e ka atë shebabën e madh që e ka, veç që si bjet fik dorën në zemër, qafën e përdrejt, aktora këto, me që në Hollywood venin e pare merën, këto thu se për një maj ja pas ka kalu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë trikat e grupeve devijume dhe se qartë në do të me pasë se udhëzimi vërtet është udhëzimi Allah te bareke ve taala, që është i bazuar në Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo në ëndra, në pralla, në keramate, në trillime, në mashtrime dhe në gënjeshtra, zot që i ka ai dervishi kryesor. Zoti na lut. Zoti na lut. Epoka e dervishlukut në trojet tona ka marrë fund mote. Dhe gjithë ulemat tonë, gjithë xhallarët tonë, ndaj këtyre dukurive negative, që prej vitesh, prej molla Jakupit, e molla Filanit, e para aty molla Alanit, Mehmet Efendis, Filan Efendis, i kanë sqaruar mirë këto mesele në trojet tona që xhamati janë shumë qartë i ka këto mesele. Dhe xhamati nuk merret me ëndra, me pralla, me keramate, me mrekulli që ata i pretendojnë se i kanë shebabat, që kur të ndëgjosh do mendoj se ke pas ka kalu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Zot na ruaj. Udhëzimi vërtet është udhëzimi të cilin Allahu azza wa jalla ka mësuar dhe ne ka dërguar. E yu'ta ahadu mithla ma utitum aw yuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Dhe njerëzit kanë ju xhelozu dhe kanë më mundu me ju bëu juve konkurrencë për faktin që Allah ka dërgu pejgamber në mesin tuaj dhe do të mundon për të njëjtën madje edhe të debatojnë me juve për tek Allahu azza wa jall. Thot kul innal fadla bi yadillah, jepi atinve përgjigje se të mirat e Allahut janë dorën e Allahut te bareke ve taala. Yu'tihi man yasha, Allahu kujt do një jep ato të mira. Allahu ka përcaktuar
që muslimanët për pejgamber me pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky pejgamber me qenë nga mesi kureshitëve. Allahu ka përcaktuar që ky të mos jetë as nga mesi i romakëve, as nga mesi i hebrejve. Kjo është e mirë Allahut, edhe Allah këtë mirë kujdon ja jep. Dhe Islami në përgjithësi si begati është e mirë Allahut që Allahu ka përcaktuar kush prej nesh do të jetë musliman. Hajde ndjej këtë moment, shijoje pak ti me kuptu një gjë se Allahu te bareke ve teala si cilin prej nesh një nga një e ka përzgjedh që me adhuru Islamin. Allah të ka përzgjedh, me se përmendëm Alin, që Alia me qenë musliman. A ka mujt Alia me qenë jo musliman? Wallahi dhe billahi. Sikur që ka shumë Alia tjerë që si janë musliman, edhe ki ka mujt mos me qenë musliman. Dhe Allahu te bareke ve teala e ka përzgjedh me urtësinë dhe diturinë e tij absolute që ai të jetë musliman, që unë të jem musliman, që i meri të jetë musliman, që fkyt jetë, që ai të jetë musliman. Edhe vllaznimi të jetë musliman. Pitetove, hakikat musliman. Alhamdulillah. Që me kuptu se sa i duan fen tetove, gustivare, shkupje, filane, alane, kumanova, që janë krenar me dinin e tyre. Që janë krenar me fejnë e tyre. E që Allahu i ka përzgjedh. Se vallahi dhe billahi edhe tetove, edhe shkupje, edhe kumanova, ka pas mundësi që të jenë beter Beogradit në raport me Islamin. Por Allahu Azza wa Jall në ka begatu me këtë din dhe me këtë iman. Kjo është një thesar, një begati që Allahu na e ka dhënë që na duhet vallahi dhe billahi gjithë një hiç pa ndalë me thonë elhamdulillah. Falëndërimi takon të madhit Allah, që na ka përzgjedhur që të jemi na musliman. Wallahu wasiun alim. Me të vërtetë Allahu te bareke ve teala është i gjanë në dinë e tij dhe në mbretëninë e tij dhe është i dijshëm. Dituria e tij ka plon çdo gjë dhe mbretënia e tij është pa fillim e pa fund. Ky është Allahu te bareke ve teala. Dhe ky me këtë dituri dhe pushtet absolut që e ka përzgjedh kujna ka më dhënë këtë begati dhe këtë mirësi. Që ta bën me dije se edhe ti që je musliman një pjesë e mbretënisë së Allahut Azza wa Jall, edhe ai që është jo musliman është brenda mbretënisë së Allahut te bareke ve teala. Edhe lindjen dhe perëndimin në sundimin e vet e ka Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo Allahu Azza wa Jall me urtësinë dhe detyrinë e tij absolute në mes në atyre miliardave njerëz ty të ka përzgjedhur që ti jesh musliman. E ti kur mos më thonën elhamdulillah unë jam musliman, kur mos ndjesh krenari që ti thuash vetes unë jam musliman, kur mos ndjesh krenari që një miku tënd, një shoku tënd jo musliman ti thuash më fal unë jam musliman dhe më ndalohet kjo sipas fesë time. Kjo është krenari. Kjo është me tregu dinjitetin tënd, jo se çdo ku të thret, të shkosh çkoj me këtë mos t'ja prishi qefin, çkoj me atë mos t'ja prishi qefin, çkoj me atë mos t'ja prishi qefin. Po kur ata do bohen intelektual e do të bëhen tolerant e do të bëhen nga njerëz që janë demokrat, që të kenë kujdes njëherë ty mos me thirr për diçka që ti ta prishin feja. Kur do bëhen ata? Do të ngritet niveli i mirëkuptimit, tolerancës, bashkëtesës, me kuptu se pjesë e tolerancës, bashkëtesës, është mi kuptu edhe divergjencat që na i kemi mes vete. Pikërisht këto divergjenca, këto ngjyra të ndryshme, që për neve është diçka haram, për ata është halal, e për ata është halal, për neve është haram. Pikërisht këto divergjencat që i kemi neve si shoqëri dhe si vend dhe si kontinent na bëjnë më të bukur se shumë vende tjera. Ama qëllimi e dini ku është? Qëllimi është wadda taifatu min ahlil kitab law yaruddunakum an dinikum. Gjithnjë dhe pandal planifikon një grup nga thtarët e librit që juve t'ju largojnë nga feja juaj. Së qëllimi me tregu kulturë. Qëllimi është ti me të asimilu, me të shkri, me të zhbë,
me të zhduk e me mbeti pa autoritet, e me mbeti pa dignitet. Sot isha në një fshat të Strugës, në një varim, ku i gjithë fshati, dikun 600 shtëpi ishin musliman, dhe më thanë hoqë, kur do dalësh prej këtujt para autobanit, janë edhe 2 fshatra tjera që janë tani deklaron që janë Macedon, që të gjithë janë shqiptar, musliman, e që me kalimin e kohës janë asimilu me metoda dhe forma të ndryshme. Që të gjithë janë shqiptar. Që të gjithë janë shqiptar. Por janë asimilu, tani nuk thonë, askush nuk pranon se janë shqiptar, shkaku i faktit që ata kanë betë me fe ndryshe nga feja islame. Çfarë feja nuk e di, nuk pyeta. Por kjo është ajo që dikush ka punu dhe ka sinu, dhe ky projekt nuk ndale deri në ditën e gjykimit. Yahtassu bi rahmetihi man yasha, wallahu dhul fadli al-azim. Allahu këdo e veçon me mëshirin e tij. Allahu këdo e veçon me mëshirin e tij. Mahsus mëshirë dhe rahmet i dërgon Allahu zëra ati kujdo. Wallahu dhul fadli al-azim. Me të vërtet Allahu te bareke ve taala është ai i cili ka merita dhe vlera të mëdha. Me të vërtet Allahu zëra është ai i cili ka merita dhe vlera të mëdha. Zotin e madh lutem që me mëshirën e tij Allah të na ruan dinin dhe imanin tonë, e që me mëshirën e tij Allah na zgjidhë lutem që të na fal mëkatet dhe gjunat tona, dhe me mëshirën e tij Allah na zgjidhë lutem që të na bën nga banorët e xhenetit gjithëve së bashku. E kulu ma tasmaun walhamdulillahi rabbil alamin.